Pse të rinj gjithmonë më shumë fajsojnë prindrit për dështimet e tyre, ja se si shpjegohet arsye nga psikologu. Nga ankthi dhe depresioni tek marrëdhëniet e prishura dhe madje dhe ndërprerja e kontakteve me familjen, ekspertët thonë se fajsimi i prindërve mund të jetë hap i parë drejt shërimit emocional, por jo fundi i procesit. Gjithmonë e më shumë të rinj të gjeneratës Z po fajsojnë prindrit për vështirësitë që hasin në jetë, nga problemet e shëndetit mendor deri tek mungesa e motivimit, marrëdhëniet e dështuara po dhe vështirësitë ekonomike. Të rritur në një botë karakterizuar nga rrjetet sociale, pasiguria ekonomike dhe krizat globale, ata po e shprehin gjithmonë dhe më hapur zhgënjimin ndaj mënyrës se si arritur. Çfarë tregojnë të dhënat e fundit? Sipas një sondazhi të fundit, 25% e pjesëtarëve të gjeneratës Z besojnë se prindrit janë përgjegjës për problemet e tyre fizike dhe mendore. Rreth 17% i fajsojnë për dështimet në marrëdhënie, ndërsa 15% mendojnë se mungesa e motivimit buron nga edukimi që kanë marrë. Madje 5% deklarojnë se prindrit janë fajtor për pothuajse çdo gjë të keqe që u ndodh. Në rrjetet sociale, sidomos në TikTok, këto qëndrime janë bërë shumë të zakonshme. Shumë të rinj flasin për zhgënjimet e tyre, duke përmendur mungesën e mbështetjes emocionale, pritshmëritë e larta dhe ndjenjën se janë rritur në mjedise toksike. Por pse ndodh kjo? Ekspertët shpjegojnë se brezi ripërballet me një realitet krejt ndryshe nga i prindërve të tyre. Formula e dikursh me studime pumbanes, sot është shumë e vështirë për t'u arritur për shkak të kostos të lartë të jetesës dhe pasigurisë ekonomike. Psikologët theksojnë se faza e fajsimit nuk është domosdoshmërisht shenjë papjekurie. Faji tregon se ku ndodhet plaga, por nuk e shëron atë. Sipas psikologëve, pranimi i asaj që ka ndodhur është shpesh hap i parë drejt shërimit emocional. Por kur fillon shërimi? Psikologët theksojnë se shërimi vërtet fillon kur personi arrin të kuptojë edhe historinë e prindërve të tij. Me rastet e abuzimit fizik, emocional ose seksual, ekspertët pranojnë se ndërprerja e kontakteve mund të jetë mënyra më e sigurt për të mbrojtur shëndetin mendor. Megjithatë, kur nuk ka rrezik të drejtë për drejtë, specialistët rekomandojnë që para një shkëputje të plotë të provojnë forma të tjera komunikimi ose një distancimi i përkohshëm. Në fund, ekspertët theksojnë se fajsimi i prindërve nuk duhet të mbetet destinacioni përfundimtar. Ai mund të jetë një hap i rëndësishëm për të njohur plagët e së shkuarës, por shërimi kërkon edhe marrjen e përgjegjësive për jetën dhe ndërtimin e marrëdhënieve më të shëndetshme në të ardhmen.